Mirë, fillojmë. Përqëndro, shpejtësi. Unë jam shpejtësi. Një fitues, 42 humbës. Humbësit i ha për mëngjes. Mëngjes? Më prit, më mirë të kisha ngrënë mëngjes. Një pushim i vogël do të më bëj mirë. Jo, përqëndro, shpejtësi. Më shpejt se shpejtësia, më i shkathët se shkathësia. Unë jam vetëtima. Hej, vetëtim, u bëre gati? Si jo, vetëtima është gati. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Ciao! Slow down, we're gonna crash. Baby, and we're screaming, it's a blast, blast, blast. Baby, and your conjure's on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone. There's a new cat in town, he's got high-paid friends. He thinks he's gonna change history. You think you know him so well, yeah, you think he's just rare, but he's just a fish you waiting above the sea. Come on now, slow down, gonna crash. Baby, and we're screaming, it's a blast. Lini qa keni për të blerë këtu? Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way. Forza vetëtim! E sa fuqit kesh, Lee! Real gone. Mirë se erdhët te Dinoco 400. Unë jam Bob Katlas. Jam së bashku me mikun tim më të mirë, Darrell Cartrip. Ndodhemi në mes të asaj që mund të shënoj një ditë historike për garën. Oh, presioni i vajt më ka shkuar në maksimum. Nëse ngjarja bëhet edhe më shumë ngacmuese, më duhet të më rimorkojnë nga kabina. Plotësisht e drejtë, Darrell. 3 makinat kryesojnë për titullin e dëshiruar kampion në garën finale të sezonit. Dhe fituesi i garës do të marrë titullin e sezonit dhe kupën e pistonit. Ndoshta mbreti, Steve Weathers do të koleksionojë edhe një tjetër fitore para pensionit. Ka qenë djali i artit Dinokos për shumë vite. A do t'jeti zoti të fitojë një tjetër kupë të fundit të pistonit? Dhe si gjithmonë në vend të dytë James Chick Hicks, që ka qenë gjithmonë i dyti në karrierën e tij. Chiku mendonte se do të ishte viti i tij i bombë, shansi për të dalë më në fund nga hija e mbretit. Por pengesa e fundit që priste ishte vetëtima McQueen. Mendoj se askush nuk e priste këtë. Fillestari sensacional hyri në këtë sezon papritmas. Tani s'gjen askënd që nuk e A njeh. do t'jetë ai fillestari i parë që do të fitojë kupën e pistonit në pistën Dinoco? Legjenda, Dieksi dhe fillestari. 3 makina, 1 kampion.